U deshën vetëm pak orë për të kuptuar se Egli ka hyrë me shpatë në dorë dhe tepër e kalkuluar dhe shumë e frymëzuar, po themi, për të nxjerrë keq këta të dy, pra Rozanën dhe Gjestin. Tani, mua më duket shumë e shëmtuar si lojë. Pse? Kam argumentat e mia. E para, nuk mundet njeriu të jetë kaq i ndryshueshëm me buton. Pra, për mua, Egli e vërtet ishte ajo që ishte para se të dilte. Çado që të bëj tani, ne e kemi kuptuar se kush është Egli. E dyta, është shumë e thjeshtë të dalësh ti 10 ditë nga shtëpia, atë nuk e di se sa ka dalë, edhe të shikosh çdo gjë, të kalkulosh çdo gjë, të shikosh opinionin publik, të dëgjosh opinionin publik se çfarë thot, të marrësh 2-3 këshilla nga 2-3 miq, aku diun se çfarë, e kështu me radhë. Kjo është krejt e thjeshtë për të bërë, sepse imagjino sikur ta kishin gjithë të mundësi, ta bënin, dilnin dhe të kalkulonin dhe të futeshin brenda. Shumë e thjeshtë. Gjithsesi, më duket pak më duket pak e shëmtuar si lojë, sepse nëse Egli ka dalë si një vajzë që me demek është përdorur nga këto të dy, sot ajo është futur dhe po përdoret nga pjesa tjetër e shtëpisë. Pjesa tjetër e shtëpisë e cila po i thot, po tenton me demek t'i hap syt, që shiko se këta dy kanë tradhtuar, këta dy kanë folur kundër tejet. Më vjen keq që edhe duke qëndruar jashtë, asgjë s'ka kuptuar, sepse perceptimin si një vajzë posesive ndaj një djali që i thot nuk të dua, por etj, nuk është se e kanë patur ata në shtëpi me Egli. E kemi patur të gjithë këtu jashtë. Të gjithë kemi parë se si ti ke vepruar mbi atë djalin. Ty nuk të ka bëu asnjë njeri me zor. Kështu që edhe duke dalë jashtë, imagjino s'është se ke mësuar në gjë të madhe. Megjithatë, unë jam pak kundër kësaj loje, pra që vjen një person krejtësisht i ndryshuar, krejtësisht i frymëzuar për të kundërtën dhe do të bëj Big Brotherin e vet me demek. Big Brother jot ishte ai që ishte. Egli ka hyrë aty për ta fituar lojën. Po, a fitohet loja duke sjell një personazh tjetër nga ai që ishte? Pra, pyetja është krejt e qartë. Në një reality show si Big Brother, a fitohet loja duke gënjur? Se ti po gënjen veten, publikun nuk e gënjen dot. Ky është mendimi im.